Përshëndetje, goca të dashur, përshëndetje. Unë nuk e di. A ju ndodhte dhe juve kjo gjë si puna ime, që çdo darkë mbas që kemi mbaruar të gatuarit, është një rrëmuj, një kaos i madh në kuzhinë që nuk di nga ta fillosh edhe nga ta mbarosh. Është e përditshme dhe normal varet dhe çfarë gatuan, Unë për shembull mbrëmra pasta forno siç e pat, jo tenxhere ragus, jo e bashamelës që përgatita, jo tenxhere e makaronave, jo përgatita pastaj qumë ushtorin, jo i bëra Elianës, ajo s'donte pasta forno, po donte pasta alla carbonara, një digan i vogël, një tenxhere për Elianën, edhe imagjinoni juve se sa tenxhere kupa e tepsira u bën në shtëpinë time dje, për atë zot, unë nuk e di, mbase ju do thoni po e egzageron, por rëndësi ka që mbase asaj darke që ti gatuan dhe ata mbeten të kënaqur, hanë e pinë dhe kush e kush shtrihet në përdhomat e tyre, edhe kur kthehen diku rrizin thua, vërtet, këta u kënaqën me ushqimin që unë i gatuava. Po këto kush drejqi do t'i bëj tani, edhe aty të zë ajoja dhimbje kokës e të gjitha krizat besoj unë, por gjithsesi shiqyr që e marri me nostalgji, me argëtim edhe normal kur i thon muhabetit, i bëjmë se duhet i bëjmë, edhe ja kjo ishte.